Një zjarr ka përfshirë tregun industrial në zonën e plazhit të Durrësit duke shkaktuar dëm me materiale. Ngjarja është regjistruar pasditën e sotme ndërsa makinat zjarfikse ndodhen në vend ngjarje dhe po punojnë për neutralizimin e flakëve. Tregu i përfshirë nga zjarri është i ndërtuar me struktura llamarine dhe përbëhet nga mbi 20 dyqane të cilat funksionojnë kryesisht gjatë sezonit veror. Shkaku i zjarrit mbetet ende i paqartë, por dyshimet janë të ndara mes një shkëndije elektrike si pasojë e kushteve të pasigurta në treg dhe mundësisë së një zjarri të qëllimshëm për të hapur rrugë ndërtimeve të reja në zonë. Edhe në vitet e kaluara ky treg ka qenë disa herë skenë zjarreve të përsëritura, duke ngritur pikpyetje mbi sigurinë dhe funksionimin e tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.